Zbulohet për herë të parë imazhi i Elvis Doçit, emri më i përfolur gjatë ditës së sotme në media. SPAK dhe autoritetet italiane zhvilluan një aksion sot kryesisht në Durrës, duke goditur grupin e troplinëve. Ndër emrat më të rëndësishëm në dosje është Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, nipi i Xhevdet Troplinit, i njohur si Poja. Por edhe pse aksioni ishte i bujshëm, Elvis Doçi nuk është arrestuar. Por kush është Visi i Pojës? Deri më sot nuk ka pasur asnjë imazh të tij, vetëm tani është bërë publike karta e identitetit, ku jepen generalitetet dhe fotoja. Ndërkohë në dosjen italiane zbulohen detaje lidhur me figurën e Elvis Doçit. Autoritetet kanë arritur të dokumentojnë përfshirjen e tij në një episod të trafikut të drogës prej 8 kg kokainë në Itali, ngarkesë trafikuar për llogari të grupit të lidhur me Adi Çobën, i cili është edhe një prej drejtuesve të grupit. Gjithçka është dokumentuar nga dëshmia e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, por edhe përmes përgjimeve ambientale të disa prej anëtarëve të përfshirë në këtë grup. Një bisedë e përgjuar në automjetin Opel mes Erigels Presit, Gerti Aliut dhe Gensit Telollarit, gjatë të cilës ky i fundit pyet për kontaktet dhe marrëveshjet që ishin arritur në Shqipëri me furnitorët e drogës. Po çfarë të thanë? Me kë ke folur tani? Në këtë rast Gerti Aliu kishte përmend Visin e Pojës si personin që mund të dërgonte drogën në Itali përmes një korrieri që udhëtonte me traget në linjën Vlorë-Brindisi. Ai djali që e nxjerr nga Brindisi me tragetin, ky punon për Visin e Pojës. Me këtë duhet ta nxirrte Turi, ai Turi me mustaqe. Edhe Visi i Pojës punon me këtë, sepse më tha, do ja jap ai, Sergio dhe unë, i thash.